Dy raste vdekje po hetuan aktualisht në Kosovë, një në Gjiglan dhe tjetri në Zveçan. Njëri prej rasteve ndodhi dje rreth orës 15:15 në rrugën Sadullah Brestovci në Gjiglan, ku një qytetar njoftoi policin se në oborrin e një shtëpie ishte një grua e shtrirë pa shenja jete. Në vend ngjarje kanë mbërritur patrulla policore, hetuesit rajonal dhe ekipi mjekësor, i cili konfirmoi vdekjen e 90 vjeçares Milena Pavicevic. Sipas të dhënave fillestare, viktima jetonte e vetme. Ndërsa rasti i dytë ndodhi në fshatin Zherovnic të Zveçanit, ku një burr u gjet pa shenja jete në shtëpinë e tij. Pas disa ditësh mungesë kontakti, një person shkoi ta vizitonte vëllain dhe e gjeti 64 vjeçarin Dragan Milovic pa shenja jete. Me urdhër të prokurorit të shtetit, rastet janë regjistruar si hetim mbi vdekjen, ndërsa trupat e viktimave janë dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë për hetime të mëtejshme dhe për të sqaruar rrethanat e vdekjeve, gjersa hetimet janë duke vazhduar.